Një aksident tragjik trafiku ka marrë jetën e 2 mërgjimtarëve nga Kosova në Itali. Të rinj që u identifikuan si viktima janë Valdrin Gjyliqi nga Malisheva dhe Driton Sadika nga Deçani. Sipas raportimeve nga mediat italiane, aksidenti ndodhi pas një përplasjeje të fuqishme midis 2 kamionëve në veri të Italisë. Përplasja fatale rezultoi me vdekjen e menjëhershme të 2 bashkëdhetarëve, të cilët ishin punësuar në sektorin e transportit. Një person tjetër që ndodhej në njërin prej kamionëve ka mbetur i plagosur rënd dhe është dërguar me urgjencë në spital. Familjarët e të tjerëve kanë konfirmuar lajmin e hidhur përmes rrjeteve sociale, duke ndarë dhimbjen për lajmin e hidhur. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të sqaruar shkaqet e aksidentit, ndërsa aktualisht nuk dihen ende detajet e plota për mënyrën se si ndodhi përplasja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.